Londrimi dhe Klodi. Dy djemë që po i japin shqiptarisë një mësim që se merr dot nga asnjë VIP. Në një Shqipëri e Kosovë, ku pjesa më e madhe e publikur jeton akoma me mendsinë e shpellës, ku burria matet me zë të ngritur, me kërcënime dhe me viktimizime në televizion, shfaqen dy djemë, Londrimi dhe Klodi, të cilët përmbysin çdo standard të rem që ky publik ka ngritur mbi realitetin shoqëror. Dy djemë të rritur, të edukuar, artistë që në një program të ndërtuar për shere, marifete dhe dram, sjellin diçka që shumë kush nuk e njeh: etik, humanizëm dhe miqësi reale. Po, ajo miqësia që disa shqiptare quajnë homoseksuale, vetëm sepse s'kan parë kur dy meshkuj që respektojnë njëri tjetrin pa pasur nevojë të sillen si gorilla televizive. Madje është qesharake, në mos tragjike. Kur dikush në realityr shoh nuk bërtet, nuk qan duke sajuar histori, nuk përdor hallet e jetës si valigje për të marrë më shumë vota dhe nuk përkulet për pak vëmendje, publiku shqipfoles me njëherë quan të dyshimt. Thjesht sepse burrat tanë janë mësuar të mos prekin as miqësinë, as afërsinë, as humanitetin pa e parë si kërcënim. Londrimi dhe Klodi po japin një imazh tjetër, të një mashkulli që respekton tjetrin, që ka limite, që ka edukat, që ka vlera shoqërore dhe që nuk ka nevojë të shaj, të poshtëroj apo të bëj skena për të ekzistuar në ekran. Dhe kjo, për fat të keq, për shumë shikues është diçka e papranueshme, sepse kërkon një IQ dhe një kulturë që nuk ndërtohet me komentet e Facebookut, as me trurin që flet para mendjes. Pyetjet që duhet të ngrihen nuk janë për Londrimin dhe Klodin, janë për publikun. Pse ju duket e çuditshme kur dy meshkuj shfaqin respekt dhe afërsi? Sepse nuk e keni parë kurrë në jetën tuaj të përditshme, apo sepse burrinë e matni me dhunë, primitivizëm dhe mungesë emocionesh? Pse miqësia e tyre ju duket kërcënim? A thua mos ju prish imazhin e burrit shqiptar prej betoni, atij që thith stresin e jetës dhe e kthen në agresivitet? Pse ju shkon mendja vetëm tek seksualizimi i çdo gjëje? Ndoshta sepse vetë jeni rritur me një kulturë ku afërsia është tabu dhe njerëzia shihet si dobësi. Apo ju dhem fakti që realiteti po ju tregon se burrat mund të jenë më të butë, më të ndjeshëm dhe më të sinqertë se imazhi i rrem që keni ngritur në kokën tuaj. E vërteta është një. Problemi nuk janë Londrimi dhe Klodi. Problemi është shoqëria që nuk di si të lexojë sjellje normale njerëzore, pa e shtrembruar ato. Në Big Brother VIP Kosova, me shumë zhurmave, shpifjeve, histerive dhe viktimizimeve të neveritshme, ata sjellin diçka që në trojet tona është luks, kulturë. Po, kulturë. Ajo fjalë që për shumë shqiptar është më e panjohur se alfabeti. Dy djemë që po na tregojnë një realitet tjetër dhe një publik që nuk di si ta përballojë. Në fund, historia është e thjeshtë. Londrimi dhe Klodi nuk janë problemi, janë pasqyra, dhe shumë kush nuk e duron dot veten në pasqyrë, kur ajo i tregon primitivizmin, mllefin dhe ignorancën që ka brenda.